Një prift tibetian po bënte meditimin. Vjen një nxënës dhe i thot: unë dua të bëhem nxënës si juaj. E pa prifti bëri një vizë në rër me gisht dhe tha: shkurtoj këtë vizën. Pa e prekur. Erdhi vërtet nuk e bëri dot, iku. Si e gati akoma, i tha prifti tibetian, morgu tibetian. Pas kësaj erdhi prapa si viti. Unë dua të bëhem nxënës si juaj, i thot. Dhe i thot përsëri morgu: shkurtoj këtë vizën këtu. U mundua ta shkurtonte pa preki, po ishte pa mundur. Iku i mërzitur. Atëherë edhe pra vitin e tretë, pyeti ishte njëjtë. Atëherë u mërzit. Në fund fare e mposhti ikon. Delëshi dhe i thot: unë nuk e bëj dot, si mund të bëhet kjo? Atëherë murgu vizatoi një vizë më të gjatë. Në këtë formë bëhet. Prandaj është e çuditshme kush është ajo viza e shkurtër. Rrjetet sociale, ti shikosh, njerëzit janë vetëm me mllef, vetëm me inate, vetëm me xhelozi. Dhe kush është ajo rruga që ta zvoglosh atë? Të shfaqesh me pozitivitet, e cila është frekuencë më e lartë. Atëherë automatikisht e tërë ajo bie në hije. Prandaj e erta shfaqet aq sa drita nuk ka rezultuar akoma. Prandaj gjëja më e bukur është ta rezultosh pozitivitetin. Faleminderit që më dëgjoni.